Punojësit e kadastrës së Vlorës nuk do të lejojnë largimin e asnjë dokumentacioni apo dosje të pronave në drejtim të Tiranës. Pas vendimit të largimit të institucionit dhe mbylljes së tij, edhe dosjet normalisht do të largohen në drejtim të Tiranës, por për televizionin 6+1 Vlora jashtë kamerave, punojësit theksojnë se do të bien dëshmor dhe nuk do të lejojnë asnjë dosje të dalë nga institucioni, madje thonë se nuk do të firmosin asnjë proces verbal. Punojësit shprehen kundër këtij vendimi, duke e cilësuar atë problematik dhe të rrezikshëm për administrimin e dokumentacionit të pronave. Si reagim, punojësit e kadastrës do të përgatisin një shkresë zyrtare e cila pritet të firmoset kolektivisht, përmes të cilës kundërshtojnë vendimin për transferimin e dosjeve dhe mënyrën se si po realizohet procesi. Ky zhvillim vjen në vazhdën e refuzimeve të mëparshme të punojësve për zhvendosjen e zyrës së kadastrës nga Vlora drejt Tiranës, një vendim ky i cili ka ngjallur shqetësime për funksionimin e shërbimit dhe sigurinë e dokumentacionit. Edhe këtë të mërkurë, punojësit e kadastrës së Vlorës kanë vijuar që të qëndrojnë në ambientet e zyrave në Vlorë, ndërkohë që më datë 31 janar duhet të largohet baza materiale, si dhe 55 punonjës të transferohen drejt Tiranës për të vijuar detyrën e tyre. Punojësit kërkojnë mbështetje nga përfaqësuesit ligjor, si nga deputetët ashtu edhe nga drejtuesi politik Bledi Çuçi. Ata theksojnë se nuk i kanë mundësi të shkojnë çdo ditë drejt Tiranës, pasi nuk kanë as shtëpi as mundësi transporti. Mbyllja e kadastrës së Vlorës, duke nisur nga data 1 shkurt, ka shkaktuar shqetësim të madh tek qytetarët, të cilët këtë të martë janë grumbulluar në masë përpara institucionit. 10 qytetarë me dosje në duar presin prej vitesh një zgjidhje për problematikat e tyre të pronësisë, të cilat ende mbetet në pazidhura. Sipas tyre, zhvendosja e kadastrës nga Vlora drejt Tiranës do të sjellë vështirësi të shumta si kosto shtesë financiare, humbje kohe, si dhe pamundësi reale për të ndjekur procedurat ligjore. Qytetarët shprehen se për shumë prej tyre, veçanërisht për të moshuarit dhe familjet me të ardhura të ulta, udhëtimet e shpeshta drejt kryeqytetit janë praktikisht të pamundura. Ata theksojnë se çështjet e pronësisë janë zvarritur prej vitesh dhe mbyllja e institucionit në Vlorë vetëm sa do të përkeqësojë situatën, duke lënë pa zgjidhje 10 dosje të hapura. Punojësit e kadastrës së Vlorës, por edhe qytetarët kërkojnë reflektim nga qeveria dhe ndërhyrje të menjëhershme për të gjetur një zgjidhje funksionale.